Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, edhe sot po vazhdojmë me hadithet e librit Riyadus Salihin dhe jemi te kapitulli i sabrit edhe sot. Kemi thënë se autori në këtë libër ka përmendur në kuadër të kapitullit të sabrit hadithet të ndryshme të shumta që besoj për atë që i përcjell të hadithe, për atë që i analizon dhe mediton, mjaftueshëm e furnizojnë me durim. Edhe në aspektin e kuptimit të sabrit, edhe në aspektin rëndësisë, inkurajimit, por edhe kuptimit të drejtë se sa është sabri i rëndësishëm dhe sa është për neve sabri i duhur dhe i kërkuar në jetën e përditshme. Domthonë nuk ka lëvizje në këtë botë që e bën njeriu, nuk ka gjendje që kalon për të e që nuk i duhet sabri. Kemi përmendur në fillim se sabri, durimi, nuk është vetëm për situata të pakëndshme, të vështira dhe sprova, por sabri është edhe begati që njeriu të bën sabër në kuptimin e asaj që ta përdor begatin si duhet, mos të kalon kufit, mos të devijon, mos të deformon begatin apo mos të deformohet përmes begatisë. Dhe kemi përmendur edhe se në këtë drejtim njeriu t'i duhen modele, shembuj. Padyshim se njeriu sado që dëgjon për diçka sa është e rëndësishme e mirë, megjithatë i duhet me pa dikë praktikisht se si e ka praktikuar këtë vlerë që për te po flitet. Prandaj edhe kemi përmendur edhe pejgamber, edhe Muhammedin alayhi salatu wasalam, edhe ajo gruaja e kështu me radhë për treguar se sabri sado që i hidhur që mund jetë, sado që i vështirë mund jetë, megjithatë nuk është i pamundshëm. Njeriu duhet të edukohet vazhdimisht për ta përvetësuar vlerën e sabrit. Nga se për të funksionuar sabri në momente të kërkuara, duhet të jetë realisht prezant në zemrën e njerit, duhet të jetë prezant tek njeriu. Nga se ai që nuk ka, nuk mund të jap. Për shkak se nuk ka. E ai që ka sabër, duhet tash me e trajnu veten në këtë sabër që me ditë me e përdor dhe ky sabër me qenë funksional në situatat e jetës që ai kalon. Gjitha këto i kemi marrë të kaluarën, kjo është një përmbledhje dhe sot vazhdojmë prapë edhe me hadithet e radhës. Hadithi i radhës që ta lexoj kemi përmendur një pjesë ti takimin e kaluar, kjo është një transmetim pak më i shtuar që e transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu taala anhu, i cili thotë: një ditë kam hyrë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe e kam gjetë në ethe, domthonë të rënda, ethet e kanë kapluar dhe në ethet, ngritje temperaturës, dridhjet, ku njëtën situatë, njëtën ku edhe ka temperaturë brendshme, po edhe ka domthonë një të ftoftë që e përjeton, është një gjendje, si më thonë, përleshje mes dy gjendjeve dhe kjo rrëskapit trupin, padyshim e lodh shumë dhe është gjendje e vështirë. E thot Ibn Mesudi, e kom gjetë pejgamberin sam në gjendje të vështirë të etheve. E i thash, o i dërguar Allahut, pas kanë kapluar vështirë ethet, qenë në gjendje shumë vështirë. Atëre i tha pejgamberi alayhi sallam, po është e vërtet, madje ka thonë pejgamberi sam, unë përjetoj 2 fish më vështirë ethet se dikush për juve. Në çdo smundje pejgamberi sam e ka përjetuar 2 fish më vështirë atë. E i thash, më thot Ibn Mesudi, e i thash, o i dërguar Allahut, a për shkak se ti e merr shpëlimin 2 fish? Tha po, për këtë. Nga se, pastaj vazhdon pejgamberi sa më thot, nga se çdo besimtar që preket nga çfarë do lloj shqetësimi, nga çfarë do lloj pengese, problemi e kështu me radhë, qoftë edhe një therr që e therr, padyshim se përmes tërë kësaj që e godet, Allahu me të ja fshin mëkatet. Edhe i bin gjunahet, sikurse bin gjethet nga druni. Ky hadith të ndërruar vëllezër vazhdon me në ashtu bindjen dhe me në ashtu, domethënë, kuptimin
në raport me durimin se pejgambert Allahut janë sprovuar 2 fish më shumë se na. Kjo edhe nga arsyeja e shpërblimit, po kjo edhe për shkak se kanë qenë më të përgatitur për sabër se tjerët. Andaj Allahu Azza wa Jalla të ndrozur nuk e ngarkon askë për të mundësive. Nuk ka mundësi njëri të marrë sprova të caktuar e ai mos me qenë për shembull i përgatitur për me përballu sprovën. Nëse rahmeti Allahut që Allahu Xhallahu Ala e një robën edhe e din sa është kapaciteti i tij, sa është mundësia e tij. Dhe në bazë se Allah e ngarkon. Njeriu nga njerë i nënvlerëson mundësitë e tij, thotë s'po moj, nuk është kjo ajo që unë moj me përballu. Ai thotë çështot. Po e thot për shkak të, domethënë, qoftë është mësu me tu në rahati, në luks, nuk ka qef mu sprovu, kjo për limitina. Mirë po, realisht, a ka njëri kapacitetet brendshme që ta përballon sprovën, pa dyshim se ka. Nuk ka mundësi Allah me ngarku për te mundësive. Prandaj Allah din edhe pejgambert Allahut sa kanë mundësi me duru. Nga se i një edhe din se pejgambert Allahut e në veçantë i Muhamedi a.s. pa dyshim se ka qenë në nivelin më të lartë të durimit. Sikur se ka qenë në nivelin më të lartë të çdo vlere të moralit. Nga se Allahu xhallahu i tha: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Të me të vërtet, je në një nivel të lartë, madhështor të vlerave morale. E nga këtu vlera është edhe durimi, pa dyshim, është edhe sabri. Prandaj çdo vlerë që kërkohet nga ne me përvetësu dhe është e mirë dhe e lavdruar, pejgamberi ka qenë në kulmin e saj. Nuk ka manal saq. Nuk ka mundësi me qenë një njëri në dunja më i durueshëm se Muhamedi a.s. S'ka mundësi. Më i mëshirshëm saj. E kështu me radhë nga gjitha vlerat e moralit. Prandaj Allahu Azza wa Jall e ka njohur kapacitetin e tyre, edhe e ka ditë se janë të përgatitur, edhe gjithashtu të ndërmëzër është edhe që çdo njeri që goditet me atë që është me ulë se Muhamedi e sa. Prandaj nuk ka arsye më dikush, po që ky ka qenë pejgamber, sa i ka qenë pejgamber, po për këtë se ka qenë pejgamber 2 herë më shumë është sprovuar se ti që sprovosh. Prandaj edhe me faktin se është pejgamber, mbetet model për neve, mbetet shembull. Nga se sikur të shprovu njëjit, do në kështë me qenë i barabartë në sprovë, si njerëzit e rëndamt, ndërsa në kapacitet 2 fish me i pregaditur me kalu sprovën. Dhe kjo pasaj nuk do të bënte model të kapshëm për njerëzit. Mi për faktit që ajo është ma i pregaditur, është të vërtet, por edhe ma shumë sprovohet, të regonë se ti që ma pak sa i sprovosh, ti e ki mundësin më të vogël. Domthon, mundësia për sabër që kem ne, është me oltë se mundësia që ka pas pejgamber sëm, por edhe në sprovën dhe goditje, ne sprovojmë më pak saj. Prandaj është një farlloj edhe drejtësie në këtë aspekt që Allahu xhallahu ala kërkon që ne ta ndjekim shembullin e pejgamberit alayhis salam. Ta ndjekim për shkak se ai është shembull. Dhe në fund e ka përmend pejgamberi se jo veç unë që shpërblehem për durimin, por ka mamin muslim. S'ka musliman, nuk ndodh një musliman më u prek në jetën e tij, në trupin e tij, në pasurinë e tij, me çka do qoftë. Madje një therr e që përmes Allahu Azza wa Jall nuk ja shtyn mëkatet. Madje këtu ka ardhur në rrugë edhe shembulli i shtyrjes së mëkateve. Ka thonë i bin mëkatet sikur që bin gjethet nga druni. Shikoni këtë shembull që ka thënë pejgamberi son, domethënë sa ka mësim këto. E para të ndërrozë sjellja e gjethave që bin me rënë mëkateve, jep më kuptu se mëkatet të ndërrozë kur njëri pendohet fshihen qysh të mërmenja. Nga njerë për shumë njerëz menojnë që këtë mëkat që këmë bo, bada kjo fshtirë, këto s'dija ma falë Allahu. Donë flasin për mëkatet, si kur që me konë kjo për Zotin, kush e që fa procedurë me fshi. Allah Gjellewala i fshtin mëkatet, dë banë pasin nga mëkatet, si me shku një drunë thjesht, apo që binë gjithet e tjetër. Në për Allah në është e letë, o ma dhali ka Allahi bi aziz. Nuk është për Allah në fshtirë që nije që me viti ka bo gjynohe, ka bo mëkatet rona, Allah mrena momentit me a falë në saj se që kërkon falë për këtë. Andaj edhe Allah me pendim e me durim ja falë njërit mëkatet. Çështja e dytë ndërmëzër është se gjethet kur bin dëmon kur vije sezona e vjeshtës.
Në kur se kanë më të bukurin që ka qenë më para, se kanë më të funksion, apo, andaj Allahu Azza wa Jall bën që të binë gjithët, pse? Që pastaj të lindin tjera, që e gjelbrojnë dhe zbukurojnë drunin edhe natyrën. Andaj edhe Allahu Azza wa Jall do më tregu se mëkatet realisht nuk zbukurojnë, duhet me ra, duhet me hap mundësi që në vend të mëkatit tash me e zëvendësu një gjithë e re e vlerave, e edukatës, e adhurimit ndaj Allahut te barë e kështu me radhë. Dhe gjithashtu të ndërmëzër, fakti që përmend hadith se sprovat shlyjnë mëkatet, japën me kuptu se Allahu te barëku ta'ala dënë që robë më ja falë. Pse? Ku e morëm këtë? E marrim nga fakti se sprova që të prej këty nuk është me konsultimin tënd. Për Allahu zërit, apo dënë për me ta falë, me ta pru që smunje, qëto ka me dhimët, që ka me zgatë. A na vetë? Nuk na vetë. Por na dërgon ai sprovën që e din se na përshtatet, e din se ka mundësi për më ne falë mëkatet. Me një fjalë kërë s'na vetë heq për më na falë. Dhe na bune e sabër, ai na i falë mëkatet. Pra nuk është pendimi falje, por është edhe sprova falje. Sprova kemi thënë nuk është hise jona. Andaj veç goditja e sprovës nuk paraqet për besimtarin vlerë, veç me të godit. Por reagimi në sprovë pastaj shpërfaq vlerën e besimtarit. Shpërfaq do të përgatitin e besimtarit dhe arritjen e shpërblimit të sprovës që me të preket apo. Hadithi i rëndë që ka përën pejgamberi ka thënë, hadithi i Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, men yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Këtë hadith e transmeton Ebu Hurajra, ku pejgamberi ka thënë, kur Allahu ja don një robit të mirën, e godet me sprovë. Çka nuk kupton këtë ndërmozë? Kënë nuk kupton se sprovat nuk janë tregues negativ për njerin. Për shkak njëri që sprovohet më në qafsha, kjo s'është njëri mirë, kjo domthon kushtet që ka bëu te Zoti që Allahu pe godet. Nuk ka kështu, nuk ka kështu. Mirë, po Allahu kur don një rob, çka kur don domthon me njëri dino bi khairan, kujt ja don Allahu të mirën, çfarë të mirë? Të mirën e falës së mëkateve, rënies së mëkateve, pastrimit nga mëkatet, pastrimin nga vesit e këqija të shëmtuara, nga se sa edhe ka ndodhur të ndërruazër me ardhë sprova edhe njeriu me kuptu kush është ai realisht. Nga njëri ka mënu që une moje ja dale, nga njëre nërta dhe i kanë nënqmu njerëzit që los për njëri sabër, që ka lidhë që ka godit kjo, pësa i su prek me te. E kur është prek vete ka kuptu se, valla, filonis se kish pas, dhe më thonë, letë kur ka kalun të e pa përshe, është hajrë se të këthen në pozitin e merituar, të mundëson me kuptu kush je ti realisht, por edhe sprova të mundëson me ditë me këje i rrethuar realisht, pa që në sprovat ku djetë se që rreti dashnia, se kur je në situatën e kamjes, kur je në situatën mirëqës, këti ki e rane e shok e miq, apo? Ama kur sprovohesh e prekësh e din realisht kush është mikujt, kush është i ranujt, kush është dashamirit, kush rrin gate e kështu me radhë. Ai është hajër, është hajër. Dhe kur Allahu xhallahu ala don që besimtarit më shpërfaq disa realitete që si ka ditë më herët e që i duan me ditë e prek me sprovë. Kjo është hajër për të. E prek për më fal mëkatet. E prek Allahu te bareku teala për shkak se sikur se ka në disa ditë tjera se një rob e ka një pozitë tek Allahu i mënduar. Allahu xhallahu don këtë rob me pon këtë pozitë. Mirë, po përmes punëve të tjera s'u arrin në atë pozitë. Nëse a shikon për shembull adhurimet, përkushtimin, nëse a shikon për shembull kontributin, bamirësinë, nuk është që po ngjitet në atë shkallë që Allahu xhallahu ala po don atje më ngjit. Atëherë Allahu e përkrah për më ngjit në atë shkallë me çka? Me sprova. E prek me sprovë, ai edhe pa dasht duhet me bëj sabër. E duke bëj sabër, disi nxitet, shtyhet drejt ngritjes në drejgje. Dhe kjo është hajër për të aptën. Prandaj të ndërrozër, sprova nuk është gjithmonë tregues i aspekt negativ. Përkundazi, është tregues edhe i pozitës që e ka njëri tek Allahu te bareke ve teala. Prandaj nuk duhet me shiku njëri kur tek sprova.
por duhet me shikuar tek reagimi i tij në sprovë. Ti ç'është po reagon? Ti ç'po reagon? Asa shikoj Allah i ka sprovu pejgambert, i ka sprovu njerëz të mirë, devotshëm, këtë i ka sprovu. Madje të ndërruazër na kemi përmendur disa herë se na nuk duhet me kërku sprovën, larg asaj. Nuk duhet me e dëshiruar sprovën. Nëse nuk dihet a mundemi me përballu, nuk bën. Mirë, po nëse Allahu e dërgon sprovën, e atëherë dim se kjo është hajër për neve. Se Allahu e ka përzgjedh, Allahu e ka dërguar. Se kemi kërku, hizmetin s'ja kena bo, kemi nejt, qysh kemi pas mundësinë nut Allahu Azza wa Jall, me gabimet e lëshimet tona, po nga sprovat jemi largu. Sa kena pas mundësi. E meq Allahu Xhallahu Ala, për kundër faktit se na nuk e kemi kërkuar sprovë, po ai e ka dërguar, i bën që është hajër. Ai e din më mirë. E tani kur vjen sprova, besimtari e pret zemërgjer. Jo zemër ngushtë. E pse më goditi, e çka ndodhi, e kupton baza ditë se Allahu po ja do të mirë na dhe ka godit. Një hajër po vjen me këtë sprovë. Kështu që besimtarit të ndrozur përmes besimit në Allahun Azza wa Jall, përmes këtyre haditheve që flasin për vlerën e durimit dhe shpërblimin, i lexon sprova që e godasin. Jo për shembull, shikoni dallimin mes besimtarit që i din këto hadithe edhe të tjerë që nuk i din këto hadithe për shembull kushtimisht. Madje mund me qenë besimtar. Kur e godet njërin sprova, tash po flasim ditë sprova, askush nuk është që e kërkon sprovën, as muslimani i devotshëm. Por ja ka ndodhur sprova. I ki dy njerëz. Njëri i din këto hadithe, i përgatitur, dhe tjetri nuk i din dhe nuk është i përgatitur. Besimtari i përgatitur, kur të godet sprova, me çfarë kuptimesh e lexon sprovën? Se duhet me ditë me lexu, me deshifru, çka kjo që i erdh. E kupton sprovën dhe e lexon përmes këtyre haditheve. Kur Allah e do ndikujt mirë e godet. Kur Allahu Xhallahu Ala e sprovon, ja fal mëkatet. Ja sprovon pejgambert, e lexon sprovën se tashmë është në një provim që duhet me e dhon. Cili është, domthonë, realisht treguesi se po e kalon sprovën? Durimi. Dhe kemi thënë e dyta, shpresa në shpërblim. Po dyja, po duroj qysh Allahu ka kërku me duru. Durimi mund të jetë nga njëra, sikur se thash, me e përmbledh veten, me mendu mirë për Allahun, me e frenu gjuhën mos më bëj çka s'përkat, me e frenu gjymtyrët mos më bëj çka s'përkat, me shtu adhurimin te Allahu të mënduar, këto janë reagimet e duhura. Andaj ai e lexon sprovën si një mundësi për me fitu. Si një mundësi për me marr atë që se ka pas deri më tani, por tash përmes një mënyre tjetër. Që shtu e lexon kush? Besimtari. E që lexon për shembull jo besimtari, madje mund të jetë edhe besimtar, po i dobët në dije, i dobët në besim. Po ala tjetër që lexon, nuk e lexon përmes haditheve, sprovën, por e lexon përmes begative ndonjës, patjetërisht. Qysh përmes begative do të thotë tash usmuva, tash sondal, që vera, këtë nesh po dalin me ta mshel, apo do shikon sprova nga çfarë begati ka privu. E sa më shumë një begati që është privu nga ato për shkak të sprovës, më tepër është zhgënjimi, dobësimi, mërzia, pikëllimi, dhe kjo është çështje e gabuar apo. Andaj besimtari nuk shikon me këtë sprovë çka ka hub, po shikon cila është mundësia me fitu, me ç'erdhi sa mund me fitu. Dallojnë dy çështjet, domthonë janë të kundërta diametralisht mes vete. Andaj këto hadithe të ndërozën na mësojnë se qysh duhet besimtari me prit një sprovë. Ato vinë domosdoshmërisht. Deshtet, pëlqeu, s'pëlqeu, ato vinë. E mirë është që Allah i përzgjedh. Ai e përzgjedh me çka me sprovu, dhe me që ai e ka përzgjedh, ai e din se a mundesh me duru, ai e din se, domethënë, a është koha për këtë sprovë. Se do një për shembull thonë, ku er tash verës, kom pas me shku në pushim, kom pas me shku atje meta pa shku, hajt me kon vjesht atë njëri, s'mush Allah të mi kallzu sezonat ku do na me sprovu ty. Apo, tani a do natën, a do ditën, që ku er natë dash smuna me flet, ku më qun sa pa me shku në punë, do më kallzu Allah të kalendarin, sahatin kur më sprovu. S'mund është aftën. Në më të Allah që s'na vet hiç. Ai s'na vet fare. Por ai kërkon për neve, nuk na pyet për sprovën, po kërkon nga ne që ne të kemi reagim të duhur në sprovë. Andaj nga ky aspekt të ndrozë këtë që përmena, e shohim se, domethënë besimtari, domthon ka gjithmonë përgatitje edhe kuptimore, edhe edukative, edhe të besimit për me reagu si duhet në sprova.
Dhe kjo është ajo që kërkohet nga ne vazhdimisht. Të përgatitemi që gjithmonë të jemi të gatshëm të ballafaqohemi me sprovat. Dhe hadithi i fundit për sot ndonëse është pak më i gjatë, po shkurtimisht po ja përmbledhi, që flet domthonë edhe për ato sprova që njëri si ka paramenduar që i ndodhin, por ja që ndodhin. Të mund të thonë, për shembull, kur një tonë me tron mend që për shembull mund të provoj për këtë provë. E çon Zoti që lëvale. Edhe këtu është një udhëzim tjetër në këtë ditë, një udhëzim shtesë ndaj atyre udhëzimeve që përmenda, si duhet me lexu sprovën. Ka shumë rëndësi të ndërozë. Këtu udhëzim më mojt mend, nëse të ndihmojnë qysh me u gjind në situatat e goditjes nga sprovat e ndryshme të dunjas. Këtë ditë transmeton domethënë Abdullah domethënë Ebu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu. Khabbab ibn al-Arat ka qenë nga shokët e pejgamberit, ka besuar në Mekë, herët ka besuar, por është provu shumë. Ka qenë i dobët në kuptim social, s'ka pas përkrahje, s'ka pas mbështetje, e këta që s'kan pas fes me rrugë, s'kan pas mbështetje, kur ishte Mekë ka qenë tyne shumë të pamëshirshëm fatkeqësisht apo. Prandaj Khabbab ibn al-Arat është provu shumë ran. E kanë keqtrajtuar në mënyrë çnjerëzore kur ishte Mekës. Shumë e kanë keqtrajtuar. Dhe nga keqtrajtimi ka ardhur ditë dhe thot shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, jemi anku tek pejgamberi sa për çka po na ndodh, shumë po na godasin, shumë po na keqtrajtojnë. Nëse ai ishte i mbështetur, domethënë në hije të Qabës. Pejgamberi i mbështetur tek Qabja dhe ka ardhur tek Qabja, kjo në periudhën e Mekës është anku për atë që po kalojnë besimtarët. Dhe normal nga pesha e rëndë e sprovës, i lodhur, i raskapitur nga keqtrajtimi çnjerëzor që është bërë, ka thonë o i dërguar Allahut, ela tastansiru lana, ela tad'u lana. O i dërguar Allahut, sikur të kishe me kërku nga Allahu më na ndihmu, sikur të kishe me u lut për neve. S'ka thonë diçka të ndërmozur jo në rregull, apo lut Allahu më na ndihmu, lut Allahun për neve. Kaq si ka qenë reagimi i pejgamberit alayhis salam. S'ka thonë as po as jo. S'ka thonë po lutna, s'ka thonë s'po lutna, kur që s'ka thonë. E çka ka thonë? Si është përgjigjën këtë kërkesë të këtij njeriu të përvojtur, të këtij njeriu të keqtrajtuar, që është keqtrajtuar keq, si ka qenë reagimi i pejgamberit sa. Shikoni të ndërrozë, domthonë si është edukatori, si është mësuesi, i që ka dhimbt. Pejgamberi ka qenë domthonë mëshirë për botnat, ka qenë për kafshët mëshirë, për jo besimtarët ka qenë mëshirë, jo për muslimanët apo. Mirë po, kur është çështja e edukimit edhe mësimit, mëshira manifestohet ndryshe. Edhe mëshira manifestohet ndryshe. Disa njerëz e shprehin dhëmshërinë nuk e ndryshon realitetin. Jesu më dëshon. Disa njerëz për shprehin dhëmshërinë duke liruar njerëz nga obligimet që i kanë. Pra i dhimbet fëmiu me qiu për sabah gjunabra, fëmiu s'po thon fëmijë që s'ka obligim, po fëmiu që është i rritur e ka obligim sabon që sa mirë po flan gjunabë me prejgjumin, për shembull. Ose për shembull e sheh pak që në Ramazan i kanë thënë buz, preshë biri jam se ka lodh vallaftë. Çish më preshë Allah. Po pa u lodh pak s'ka, po mund pak s'ka. Andaj kjo dhëmshëri negative, nuk është dhëmshëri e dur. Kur përmes dhëmshërisë ti e mshef realitetin. Përmes dhëmshërisë jep lehtësime të palegjitimuara. Po mdhimet i thash, se kjo punë po mdhimet vëlla. A e lejon rregullat apo nuk e lejon rregullat? Andaj pejgamberi son ju ka dhim sahabët, edhe është mërzit për ta. Mirë po, ka dashur që procesi i edukimit me vazhdu. Jo më ndërprej. E në Mekë kanë qenë duke eduku që të forcohen me kuptuar se ç'kjo është realiteti. Andaj pejgamberi son si ka thonë as, domethënë po bëj do, as nuk po bëj do, po i ka thonë para jush ka pas njerëz që janë sprovu në forma të ndryshme domthon. Çka si janë sprovu? Ka thonë ju khadu rajulu, domthon është marrë njëri edhe është bë një grop, është fut në grop dhe pastaj domthon i është vendos sharra në gjysmë të kokës e është nda për gjysë. Po në vrim grop edhe me sharra ka nda një pjesë kësaj, një pjesë kësaj. Çfarë ka nda përpara? Të merr. Pse? Dhe pse ka thonë unë një besimtar. Unë nuk i besoj idhujve. Të ndërozë sa që mundem me fol, ose ka thonë pejgamberi wa yumshatu bi amshatil hadid.
edhe është marrë që me kran të qelikut i është këput, i është nda mishin nga eshtët për anë, që fa dhimbje është kjo, për zgjallë me abo dikujt atë. Me gjithat, nuk e ka lëru nga feja Allahut më dhënuar atë. Që ka një veç shkurt të të ndërru dhe zërë. Kur lexon ti për historinë e dhunës, të merrit, që njeriu e ka ushtruar mbi njeriu, habitesh apo. Thosh, pe ka erdhë gjithë kjo dhunë. Qysh njeriu më nuk ka që i pamëshirshëm në raport me njerin. Edhe pse nuk ka si ai, në rregull, s'beson se ti, njeri është ato. Dhe e sheh për shembull dallimin e udhëzimeve të Islamit edhe të tjerëve. Në udhëzim muslimanë gjatë historisë, edhe sot, mund të ketë nga ata që bojnë gabime. Mund të ketë. Për shembull të ndërlozën. Kur kanë dalë disa grupe, fraksione ekstreme në mesin e muslimanëve, në emër të Islamit, kanë ushtruar dhunë, kanë vrarë njerëz të pafajshëm. Çka ka ndodhur? Janë qunë konkret dietarët. U përdor kënj gjuhë kërcënuese në përfaqe të internetit, apo disa nga muslimanë për shembull ofendonin, ndodhe kërcënonin nga ignoranca. Çka ka ndodhur? Dietarët islamin qunë kom. Bashkia islame të në është qunë kom. Kjo s'përfason islamin, kjo nuk ka rregull. Na musliman nuk bëjmë kështu. Do të thonë, praktikat e individëve nuk mund të na i faturojnë neve. Nuk mund të na përfatojnë neve, nga se kjo dhunë nuk na përket neve. Nuk na përket neve. Dhe kemi dalë me qartë se kjo frym, kjo tendencë për elektrizim të situatës, tensionim të situatës, rrezikim të bashkëjetesës, tolerancës, nuk është pjesë e mësimeve tona islame. Me sa mësime, deklarata kështu me radhë. Që ka për shembull të ndërgozë ditë për ditë në portale shqip njerëz me emra, çka flasin për ata që i thojnë vllazën tyne. Çfarë vllazën e apo? I thot vllazën shqiptar. Për shembull, e thot këta janë shqiptar. Pse? Pse janë musliman. Këta duhet mi debu për këtujt, duhet mi djeg, qysh që u ka vuaj gjelati i viteve 90, krejt mi qitë për këtujt, parëna të habitesh, nuk din a është të arë nga pjesa e shtetit këjshi, a është të arë për venit tënë, shqiptar, i thot veti, ja dëshën vdekjen, dëmon rafsh, ma shumë se 2 milion shqiptare, apo 3 milion që janë musliman, apo të në bashkë me Shqipnisë, e në dhe ma shumë, po përdojnë që krejt vjodon, keqen, e mas shumë dhe të keqen, që aty që i me tajtë në Kosovë, 95% banorëve, ja dëshën dekën, ja dëshiron dëbimin, ja dëshën spastrimin etnik, që mu lërgu kjo me shprejet në dyta për. Mirë. Dikush më dhëtë po, individ është. Mirë, edhe ata e në kur individa. Dhe ne imi që e kam e kritiku. Ku janë zëra tash kritikus? Sa i nemën të një feje për e bën këtë punë. A i po du të me konë me qitë feje, ku janë zërat kritikus më që ja, feje janë së dhe shtut. Në mbetimi të përkushtuar që tjesim si, në ato që përdurët me vlazit tonë, me kombit tonë, gjakot tonë, shumë rollin një këtë sanë fatkesirë. Shumë rollin një. Dhe sot, qëndrime zyrtare, individuale, të ralla, në që e qërtojnë, ama sinqerisht këtë gjuhë që nëzit urrejtje, armitësore edhe këtë gjuhë djallëzore kundër shqiptare musliman të rejve tonë. Nësa e thotë këtë, në këtë situatë që i dëmë është, s'ka i kush në dorë, e qka kështë me bo i tili me pas fuqi në dorë, qka kështë me bo, në arru të loj për shirë tyna. A i të ndërvozër, njëri kur tërbohet, krejt ato, do më thonë, parollat, e krejt ato, do më thonë, fjallë të mdoja, jo vlazën, jo ardhme, jo një dhe këtë bim për dhe jopë. Tërbimi njeriun, do më e verban, fatkeqësisht, edhe nuk shë fare para vetës ti, pas shkatërim, pas, do më thonë, eliminim total të atyre që ai ka zënë kundërshtar. Edhe pse janë kundërshtar? Për shkak se janë besimtar muslimanë. Fatkeqësisht. Andaj shikoj ato vëllezër, kush e u ka bu këtë njerëzve? Kush e u ka bu? Kush po të pushtuesi u ka bu? Kush po të ardhi kush më mor tokën? Njerëz të vendit vet ja kanë bu këtë punë. Njerëz të vendit vet. Ai kimi po dhën vende të caktuara për shembull. Çka ka bu një kryetar me qytetarët e vet? Çka ka bu? Genocid, shkatërim. Pse e ka bu këtë punaj? Tërbimi djallëzor kur të kap njërin, kur s'ka besim, kur s'ka frikë nga Allahut, kur se bën mend që i komendon nga Allah në parallel me llogari, njeriu nuk sheh përpara as shenjtni, as respekt, as domon as gjë që realisht e bën me evrësun njërin. Prandaj kjo është një paralajmërim
se deri në çfarë niveli mundet njëri me u tërbu, deri në çfarë niveli mund njëri me u nga cytjet e shejtanit edhe me qenë aq i pamëshirshëm ndaj realisht vllaut vet, ndaj këshisë vet, ndaj njerit që është i llojit ti, i njëjtë me të aftën fatkeqësisht. Kush e ka bu këtë një zëkët? Qytetarët vetë e ka bu. Bashkëdhetarët e vetë. Të vetë e ka bu këtë. Me fut njërin në gropë e me da për gjysë, cili mësim fetarë thë që shtapë. Andaj, njerë që flasën e bujnë kështu, asë kanë fe, asë kanë këmbë, asë kanë kërgjë. Ata veç kanë dehje djallëzore që menojnë, e shohin, e flasin veç përmes një gjuhë dhe një mentaliteti. Ajo është mentaliteti dhe gjuhë shejtanit mallkum në rrugë Allah peshirë të tyre. Mirë, po megjithatë, besimtar, edhe pse janë sfruar deri në këtë nivel, kanë bërë sabër. E ka thënë person, në vazhdim, kanë kjo maje suddu dhalika an dini. Absolutisht se ka lëviz asa një plëm kjo nga feja Allahut azhjal. E ka ditë se dunia është e përkohshme. Sikur se ka thonë magjistrati i faraonit, faqdi ma anta qad. Çka ki mund të vë, inna ma taqdi hadin hayat ad-dunya. Ta ka pa Allah mundsin që dunia më po. Që dunia. Në rregull, dunia e kalon. Si vdikjen këtë mënyrë, si në atë mënyrë ti kimë dek. Andaj njeriu për jetën e përkohshme të dunjas kur nuk e shet ahiretin. Ahireti është i përjetshëm. E atje ka mundsi dikush me ushtru dhun. A ka mundsi marrë edhe tani dikush në xhenet e më pse po beson ti, atje këta s'kan nisa ti mandem. Ja, kjo është për ta mbyllur. Dunia është e hapur për gjithçka. Andaj dunia ka edhe gjarpën, ka edhe dhelpën, ka edhe ujk, ka gjithçka, ka edhe shejtan, ka edhe të mirë, dunia është kështu. Derisa dalim prej saj. Kur dalim prej saj, përjetësisht ndash për të këqive. Përjetësisht ndash për njerëzve të ligj, gjithë, kur si shemo, as ki punë me ta. Andaj pak sabër edhe çtirosh nga egërsirat e ndryshme edhe të llojit njerëzor fatkeqësisht apo. Edhe të dhunës, edhe të akuzave. Lirosh veç pak kohë, edhe përfundon tek Allahu xhallahu ala gjithçka në favorin të prandaj sabër. Për këtë i tha për zaktirit, përfundon kjo, merr fund. Edhe mori fund, u shpërngulen në Medinë. Pastaj s'pat më dhun. Pat luftë, po e kanë paguar edhe Kurajsh, ka gjafort. Faturën e luftës, jo vetëm muslimanët. Derisa triumfuan muslimanët, u çlua Mekja, u harruan të ligët. Ku shkon ata? Ku është tash Amni Abu Xhali që bënte propagandë e Abu Lehebit? Ku janë ata? Në kontenjerin e mbeturinave njerëzore apo. Çfarë ka shkuar? Kush e përmend sot Abu Xhalin për të mirë? Për njerëz normal, kush e përmend? Kush? Abu Lehebi mallkuat edhe për fëmijëve. Para na mësojnë 10 surt e fundit të betjada e mallkuin fëmia. Me këtë të mësua apo. Çe ku ka shkuar? Edhe krejt çiftet e Abu Lehebit që kanë tentuar me nal besimin në Zotin te Barekutaala, edhe me ofendu besimtarët, e me pengu besimtarët, ose me kërku që të eliminohen e zhdukën e kështë më radhë, krejt kanë me përfundu si maskeqi. Me emën të keq, e me njoll të keqe, me përfundim të zi dhe me historitë të mërshme të shkruar fat keqësisht për jetën që e kaluan mbi sipërfaqen e tokës. Ajo që ka për tek Allah është wallahi shumë më e vështirë, shumë më rëndë, e pa kalkulueshme dhe e pa imagjinueshme. Edhe nuk mund të krahasohet fare me këtë dunjë apo. Ajo e ajeti është komplet tjetër, shumë më rëndë, më e mirëushme dhe më e vështirë mirë për ta apo. Andaj tha person, bosabën nga se wallahi Zoti ka më plotsu këtë dritë apo. Mos shikoj sot në angusht, po ka më plotsu Allah këtë dritë. Sot i pasigurt me dal pikë shtëpis dhe në çabe, se keq sajtosh, mirë po Allah ka më plotsu këtë ditë, sa ka më këtë dritë, edhe ka më prap Allah këtë dritë, sa që domon ka më es njëri pe sanas në Hadramaut, don një lartësi e madhe, thot edhe nuk ka më pas frikë pas Allahut. Domon s'ka më pas, ka pas siguri të madhe dhe normal. Nëse ka dele, do të ketë frikë nga ujku, me pas murujt për ujkut, një po do të ketë siguri maksimale. Dhe kjo në apë të ndërrugës me dërgu se njerët e kanë pagu çmimin e udhëzimit, e të besimit, shumë është rajtë. Sot, elhamna, edhe pse këso modelit e të torturave, ka njerë që i kanë dëshirë, po shu që ishin mundësi s'kanë, dhe kur mos paqin mundësi, as s'kanë me pas me rinë do të mënu. Mirë po, mundësia vetë me që ka metë është lëmëtitja, përshka këse rritë e socialja mundësojnë këtë punë normal, edhe kjo është sprova kohës tonë ku edhe ignoranti më i madh ka hapësi me mendimin e vetë. Ç'a më bë? Po le të japaj, le të lëmëtit sa donaj
nërsa ne vazhdojmë me besimin tonë, ne vazhdojmë me xhamia tona, me namazin tonë, ne vazhdojmë të përkushtuar që ta mbajmë këtë dritë, po edhe ta përhapim. Edhe ta përhapim nga se na jemi të bindur dhe besojmë se kjo është ajo që i duhet njerëzve. Ne jemi të bindur se ajo që njerëzit i rahaton, edhe i qetëson, edhe i bashkon, është besimi në Allahun xhallahu ala. Njohshmëria, tauhidi, njohshmëria në Allahun xhallahu ala dhe pasimi i Muhamedit alayhi salatu wasallam. Andaj ja me kuptuar se njerëzit kanë pagu, por ja me kuptuar se edhe sado që të jetë, tortura e madhe, vështirësia, sprovat, ato kalojnë. Edhe pastaj njerëzit kalojnë në fazë tjetër të jetesës. E nëse Allah në mëndon që Allahu na mbron nga sprovat në fen tonë, edhe në gjithë çka që realisht e vështirëson dhe e komplikon jetën tonë. Por çfarë do sprovë që Allah dërgon, nëse Allah që Allah të na jap gatishmëri me e kalu që duhet, me përgatitje të besimit dhe të përkushtimit e adhurimit të Allahut të mënduar, Allah në rrët nga keqbërësit, nga zullumqarët, nga ata që nuk ne do të miren, Zoti na ruajt për sherrit tyne, i angazhoft Allah me gale e të dash dyne e në lufshin e rahat neve, e dash Allah që të vazhdojmë tutje me përkushtim, ndaj Allahut me adhurim dhe pasim dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam, që kjo dritë që kanë me ndriçu zemrat e njerëzve, mendin e njerëzve, të vazhdojnë të përhapet e të rregullon njerëzve jetën, edhe të kthen disponimin, lumturinë, harmoninë, unitetin në këtë dunjë dhe shpëtimin në botën tjetër. Kaq për këtë pjesë Zoti ju shpërblet, faleminderit për vëmendjen e u takojmë më mirë në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathir.